ato shifrat e mdhaja për likuidim 19 dhe 20 qarshor. Ndalo para se ti besosh. Janë të paverifikuara. Mos i cito si fakt se interneti është plot me rena dhe mashtrime. Dhe për këtë arsye duhet vetë ta verifikosh çdo send a është e vërtet. Kërisht kur frika është më e madhe, nisin këto lajme dhe mashtrime dhe manipulacione me treg. Po ashtu këto ditë nisi një lajm i rrem të qarkullon se Michael Saylor, pronari i kompanisë MSTR, ka bler përsëri 4.980 bitcoin. Ky lajm është i paverifikuar dhe është lajm i rrem. Shpesh dalin lajme se Michael Saylor posedon 500.000 bitcoin, 600.000, 700.000, 800.000. Shembull, sa bitcoin posedon Michael Saylor, sot është shumë lehtë ta verifikosh vetë. Pse kjo ka rëndësi? Sepse në panik truri jot kap çdo detaj, çdo numër dhe kërkon siguri. Pikërisht në këtë gjendje paniku ti bje prej e mashtrimeve dhe scam projekte. Nuk ka rëndësi se kush e ka postuar lajmin ose çka ka ndodhur. Çdo herë duhet vetë ta verifikosh a është e vërtet ose jo. Në një gjendje paniku, siç jena për momentin, çdo herë lajmet negative dalin me të mdoja nga çdo cep.